Se unë nuk shaj, nuk ngre e ull njerëzit o kriminel, o hajdut, o maskara, o mafioz, o qembirqeni. Këto janë forma barbare e komunikimi. Më pëlqen të përdor satirën. Para ca ditësh është postuar në të faqe një epizod i një krijimi të dy trimve që ma kanë dërguar me dëshirë një ta postoj, një teatër kuklash i lezetshëm, sipas meje, një mënyrë për të dhënë një mesazh, kuptim plot. Dhe është sulmuar faqja nga një tufë e madhe kandidatësh të një subjekti politik të ri, nga këta të rinjtë. Por, e vetmja gjë që mund kuptoj nga i sulm i organizuar i deputetëve të subjektit të ri politik është vjetërsia e mendjes tyre. Kush nuk është në gjendje të përballoj as humorin, as satirën, nuk duhet merret me politikë, mendoj unë. Se është potencialisht shumë i rrezikshëm kur nuk përballon dot humorin dhe satirën. Mua gjithmonë më ka ardhur çudi kur me njerëzit që shqetësoheshim se bëj humor me ta. Dhe kam qenë vërtet shumë i argëtuar kur më në fund u gjet një aktor me gjatësinë time dhe me talentin e dur për të luajtur në portokalli personazhin tim dhe më bënte të qeshja me lot kur e shikoja, ndërkohë që njerëz të tjerë shqetësoheshin që si ka mundësi që tallet portokallia këtu e tallet portokallia atë me njërin me tjetrin për shembull. Kështu që humori është një mënyrë komunikimi shumë serioz për hir të vërtetës.